Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin javor nga data 20 deri më datën 26 korrik të 2026. Kemi të bëjmë shumë me ndikime, favorizime nga më të ndryshmet që lidhet me çështje ekonomike financiare, lidhet me disa ndryshime shumë të mëdha, sepse puna dhe karriera bëjnë një ndikim shumë të madh në fushën tonë dhe ato që neve kërkojmë të realizojmë. Le të hedhim një sy pikërisht të kësaj jave, çfarë ndikon nga data 20 deri më datën 26 korrik të 2026. Kemi të bëjmë data 20, ku kemi një ditë shumë ndikuese astrologjike e muajit, sepse Jupiteri në Luan formon një trekëndësh me Neptunin në retrograd në dash. Opozita ndikimit e periudhës, sepse momenti dhe periudha kur ndodhin fenomenet, është një diçka shumë e madhe. Kjo është një ditë me energji shumë pozitive, mundësi, frymëzim dhe jo vetëm. Ajo që do të ndikon shumë në lidhje me ndikimin e Jupiterit në Luan, kërkon diçka shumë të madhe, sepse Urani në Binjak sjell mundësi të papritura, ide, kontakte, ndryshime. Plutoni në ujor sjell përballje me të vërtetën, fuqinë, kontrollin dhe transformimin. Por për transformimin ka diçka tjetër, sepse lidhet edhe me takimin e punës, lidhet edhe me një çështje biznesi, nëse ta marrim kështu, ka qenë dikur që ndryshe mendoj, ndryshe gjykoj, por jo se ka problem për të shqetësuar. Në këtë drejtim nuk ka vend për të shqetësuar. Trekëndëshi i Jupiterit me Neptunin është shumë i favorshëm për sa i përket punës tuaj, për sa i përket kontratave, për sa i përket një mundësie, një kohë shumë të rëndësishme, ku do të thotë kuptimin e jetës, kuptimin e punës, kuptimin e dashurisë. Ndikojnë jo pozitivisht, por shumë ndikues dashi, luani, shigjetari të 10 diqit parë dhe 10 diqit tretë. Si dhe shenjat e ajrit që janë përballë, prandaj dhe themi, që janë binjakët, peshorja, ujori në mënyrë më të mirë të mundshme. Është mirë që neve të nisim një çështje pune, të nisim një biznes shumë të rëndësishëm, ta imagjinojmë se si funksionon dhe ku do të dalim. Nëse këto i kemi gati për gjitha dhe është një moment mjaft i mirë dhe është jo vetëm kaq që po është sa realizuese dhe aq frymëzuese në lidhje me ato që kërkoj. Në të njëjtën ditë duket se ndikimi i Jupiterit në Pluton në retrograd dhe në ujor është shumë intensiv. Kjo do thotë që dëshira për të fituar me çdo kusht është ndihma që na jep Jupiteri, Urani dhe ndikimi i madh i Saturnit. Jashtëkëndshi i Jupiterit me Uranin në Binjak sjell mundësi të papritura, sidomos komunikimin, teknologjinë, mediat, ku do dalin elemente të ndryshme. Dhe kjo do thotë ndikojnë shumë në lidhje me mundësi të arta që janë Luanët, Binjakët, Peshorja, Ujori, Dashi, Shigjetarit, të 10 diqit parë, të 10 diqit të tretë, që kanë ndikime shumë të mëdha në lidhje me biznesin dhe jo vetëm. E gjithë dita është shumë e favorizuar dhe tepër e mbar në udhëtime. Pra ata që kanë një udhëtim, ndryshe që mendojnë, ndryshe gjykojnë gjënën, po ka diçka shumë të mirë mbi rezultatin dhe mundësinë e artë që vjen drejt juve. Pra nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar, sepse çdo gjë ndodh, çdo gjë arrihet fal rezultateve të shkëlqyera që keni dhe mënyrën se si do të rregulloni gjërat në anën tuaj. Kemi datën 21. Data 21, miqtë mi të dashur, duket se ka një kuptim shumë të rëndësishëm mbi atë që ndodh dhe mbi atë që realizohet. Ajo që realizohet ka të bëjë shumë edhe me një mundësi të madhe financiare, sepse pikërisht data 21 e ditës së martë duket se lidhet shumë me kontaktet, takimet, disa para ta marrë i merrni, por ndikimi më i madh ndodh në lidhje, sepse jashtëkëndshët çfarë na ofrojnë punë, na sjell lajme të papritura, mendime të shpejta, zgjidhje moderne dhe kontakte që mund të hapin rrugë. Është një ditë shumë e mirë për të parë mundësi që nuk i keni planifikuar, për të pranuar një ide ndryshe dhe për të mos mbyllur në mënyra të vjetra. Ndikojnë pozitivisht Luani, Dashi, Shigjetari, të 10 diqit të tretë, si dhe Binjakët, Peshorja, Ujori të 10 diqit parë. Ndikojnë gjithashtu dhe shenjat e ujit, ku një mundësi nga mbasditja kanë mundësinë më të mirë. Ajo që do të kemi, do të jenë mundësia që të lidhim një çështje pune ose një kontratë rëndësishme, sepse ndryshimi më i madh, koha më e përshtatshme mbi çdo vendim.
Këshilla për ditën e sotme, për sa përket pikërisht datës 21 të kësaj jave, do thotë sot një mundësi mund të vijë nga një drejtim i papritur. Mos e refuzoni vetëm sepse nuk ishte plan. Por në anën tjetër, as mos e pranoni pa llogari. Pra, pranojeni si mundësi, por jo pa llogari. Data 22. Ka një ndikim shumë të madh sepse mënyra dhe mundësia, koha dhe dituria, vazhdimësia dhe rregulli ndryshon rrugtim dhe krah. Që do të thotë, dielli futet në shenjën e luanit duke hapur një periudhë më të stabilizuar, më krijuese, më të dukshme, më të fortë dhe dashuri pafund me të drejtë. Lidhet me vetbesimin, fëmijët, artin, skenën, suksesin, autoritetin personal dhe dëshirën për të shkëlqyer. Pas një jave emocionale, ndikimi më i madh që ndodh. Dhe kjo ka të bëjë shumë me siguri të brendshme. Dielli në luan na nxjerr më shumë drejt jetës, zemrës, gëzimit, krijimtarisë dhe ekspozimit. Kjo është një periudhë ku shumë njerëz duan të shenë, të dëgjojnë, të dashurojnë dhe të rregullojnë. Ndikohen shumë shenjat e zjarrit, por nuk diskutohet. Luani dashë shqiptari, sidomos te ditëshit të tretë, sepse dielli sapo futet në shenjën e luanit dhe aktivizon fillimin e shenjës dhe u jep mundësi shenjave të zjarrit. Në mënyrë pozitive ndikohen edhe binjakët peshorja dhe ujori, por një anë tjetër që ka të bëjnë dhe shenjat e ndikimit të madh. Por më të vëmendshme do të jenë sepse disa gabime nga e kaluara, një pakujdesi pa fajin e shenjave të ujit apo të tokës, siç janë demi, akrepi, ujori të ditëshit parë, sepse dielli në luan mund të krijojë disi pakënaqësi me kuptimin e fjalës që duhet të dinë më tepër se sa të kenë, sepse këmbulja, marrëdhënia, çështje personale ka të bëjnë shumë në këtë aspekt. Dita është perfekte për prezantime. Nëse do të prezantoni një çështje pune ose publikoni diçka, është aja dhe zhëja, sepse lidhet me reklamat, lidhet me mediat, lidhet me biznesin, lidhet me çështje që kanë bënë me e-change, pra ata që kanë në vende kyçe, në dogana, në rol drejtues, kanë mundësinë për zgjidhur problemet e mbledhura. Ndikimi që ka të bëjnë në anën tjetër, kemi Mërkuri që është në retrograd në Kafore. Vendime që lidhen me kontrata, dokumenta, familje, banesa, bisedime të rëndësishme, është ndikimi më i madh që ndodh, sepse një kontroll i tillë na ndihmon në ato që kërkojmë, na ndihmon në ato që neve veprojmë, dhe kështu pra është momenti më i mirë i mundshëm në këtë drejtim. Ndikimi për këtë ditë të kësaj jave është sepse këshilla, ndikimi më i madh, do të thotë fillon periudha e luanit, por shkëlqimi vërtet nuk ka nevojë për zhurmë të tepruar. Tregoni veten, por mos lejoni egon të marrë drejtimin. Kuptojeni këtë. Kemi datën 23 korrik. Pikërisht kjo datë, duket se dielli në luan formon një katërkëndësh në ndikimin me shenjën e demit, ku do të thotë që një çështje e vjetër kthehet përsëri në lojë, ja kërkon një vendim, kërkon një ndryshim, por sa jeni juve të gatshëm të përgjigjeni këtyre kërkesave. Këtu është çështja. Megjithatë, ajo që do të ndikoj tani është mjaftueshëm për të zgjidhur problemin. Ajo që do të ndikoj në anën tjetër ka të bëjë shumë lidhje me vlerën, lidhje me mundësinë dhe kohën e ardhshme. Ajo që do të ndikoj janë luanët, demi, akrepi, ujori të ditëshit parë, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Por ajo që do të keni për shenjën e akrepit, marrëdhënia e punës, e karrierës, është çështje besimi. Për ujorët, marrëdhëniet, familja, përballja, mënyrë se si shprehen. Kjo është një ditë shumë e mirë për të kërkuar të vërtetën, dhe kjo ndodh dhe është mundësia më e mirë e mundshme. Kjo ditë na mëson që të mos kërkojmë nga jashtë ato që duhet ta fillojmë ta ndërtojmë nga brenda. Pra, çfarë flasim brenda? Çfarë bisedojmë? Në familje. Familje nuk e shesim treg. Ata e shesin të tjerët, okay, dhe disa që shkruajnë në inbox. Duhet ja themi Jorgoneve, shokëve, miqve, çfarë ndodh tek neve në familje.
kini kujdes miqtë e mi. Para se të shkruani, para se të bisedoni, kujtohuni se diçku tjetër ka problem dhe mos merrni ju pjesë e problemit pa qenë. Bëheni pjesë e problemit pa qenë, jeni aty ku duhet të jepni zgjidhje. Po çfarë është kjo? Është gjë e madhe. Është njësoj që ti tregosh tjetrit çfarë ti po konsumon, çfarë ti po bën dhe çfarë ti duhet të ofrosh. E pra, kjo është një problem shumë i madh. Kjo është një problem shumë herë më i madh. Ndikimi më i madh që ndodh, që kemi të bëjmë pra me Mërkurin, Mërkuri del nga retrograda dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi nga kaforja, një moment shumë i rëndësishëm për komunikimin, familjen, shtëpinë, dokumentat, marrëdhënien me punën, karrierën dhe jo vetëm. Vonesa që keni pasur më përpara ose gjërat së natyre, është momenti më i mirë dhe më pozitiv i që ndonjëherë. Ndikimet, favorizimet dhe jo vetëm ndikohen shumë pozitivisht nga kaforja, bricapi, dashi, peshorja, sidomos të dhjetëqit të dytë dhe të tretë, ku kanë një mundësi të ardhë në anën e tyre. Kurse kanë bëjnë edhe me shenjës ndikimit të madh, do të thotë përsa përket ascendentes, ata që kanë ascendente në këto shenja, ose për gaforët që qartësohet vendimi personal, për familjen e tyre, për bricapët, marrëdhënia, partneritetet, kontratat, për dashët, shtëpia, familja, banesa, për peshorët, karriera dhe imazhi, pra gjëra që ndikohen jashtëmasë në këta aspekt. Por në këtë ditë me Mërkurin në kafore që formohet një gjashtkëndsh me Afroditën në Virgjëresh, një kënd shumë i rëndësishëm mbi ato që ka ndodhur, mbi ato që ka bëhet, sepse është mundësia, është momenti, është periudha e duhur për të zgjidhur çështje problematike dhe gjëra të tjera që do të kemi. Ky kënd ndihmon shumë në lidhje me punën dhe karrierën dhe ndikohet pozitivisht te gaforja, Virgjëresha, Demi, Akrepi, Bricapi dhe Peshqit, sidomos të dhjetëqit të tretë, ku kanë një mundësi të ardhë në këtë drejtim. Ndikimi për këtë ditë do të thotë arsyeja më e madhe që ka të bëjnë, dera e komunikimit hapet përsëri, por mos vraponi më njëherë, flisni qartë, kontrolloni detajet dhe lini qartësinë të forcohet dhe të besohet. Data 25 korrik. Data 25 korrik është një nga ditët më ndikuese dhe më përvëluese, do të thosha, në anën tjetër. Sepse sot, pra datën 25, Neptuni në retrograd në Dash formon një kënd shumë të madh në retrograd me Ujorin, një kënd që është i fuqishëm, është shpirtëror transformues. Ky nuk është një aspekt i përditshëm i lehtë, por ndikim i madh në fushën e dashurisë, në fushën e lumturisë. Së bashku, ata mund të sjellin një kuptim shumë të madh në lidhje me punën, sepse ka të bëjë me çështjet karmike, duke pasur Neptunin dhe ndikimin e madh që fuqinë që kontrollon në anën tjetër. Ajo që do të keni mundësinë për këtë datë, të datës 25, do të thotë që ndryshimet të mëdha nuk bëhen gjithmonë me zhurmë. Sot, pra datën 25, një kuptim i brendshëm mund të vlejë më shumë se një veprim i jashtëm. Kuptojeni arsyen pse unë e them. Kemi datën 26. Data 26, edhe pse kemi ndryshime, kemi mënyra, kemi mundësira, kemi gjëra që janë mjaft ndikuese në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën e pozicionit planeteve, sepse ngadonjëherë mund mos jemi aty ku duhet, po jemi atë çka duhet. Pra ka diçka shumë të madhe për datën 26 të ditës së diel. Meqenëse Saturni futet në retrograd në Dash në këtë ditë, pra ditën e diel. Një nga ngjarjet më serioze të muajit. Saturni në retrograd hap një periudhë rishikimesh, përgjegjësive, kufive, pjekurive, disipline, vendime dhe veprime personale. Disa nga strukturat që kemi ndërtuar, sidomos Dash, Saturni na pyet kur është në Dash. Dhe është në Dash. Apo marrim përgjegjësi për veten, apo kemi një ndikim shumë të madh në anën tjetër që formojmë shpejt diçka që ne duam, pa e kontrolluar. Sepse mund prishim shumë ekuilibra. Ky
Ky është një moment shumë i rëndësishëm për gjithë vendimet që kërkojnë forcë, durim dhe përgjegjësi. Ndikohen dashi, gaforja, peshorja, brisapi, të dhjetëqit të 2 dhe të 3, ose ata që kanë ascendente. Kjo ditë nuk është shumë e lehtë me Saturnin në retrograd, sepse Saturni na ndihmon. Ndjes, na ndihmon për shumë gjëra. Na jep mundësi në kohën e duhur. Por gjithashtu, një nga ndryshimet më të mëdha që kanë bëjnë, një kohë e përshtatshme sepse përshtatet me ndikimin, përshtatet me komunikimin, përshtatet edhe me shumë gjëra të tjera që ka të bëjnë me anën ekonomike. Kjo ditë e diel do të thotë është një ditë impulsive, për ne kërkohet kujdes, sepse për këtë ditë që është këshilla ime për teleshikuesit, për miqtë e mi ku do ndodhen, është mos u tremni nga vonesa. Saturni nuk ndalon ato që ka bazë, ai ndalon vetëm ata që nuk janë ndërtuar mirë ose ka hile në mes. Ata i thyen në mes, me firë, me vujt i rrotulla. Do shikoni që do kemi ngjarje shumë të rëndësishme, ku ka lidhet me bankat. Unë kam thënë gjithmonë po ta kuptoni me bankat, me tatimet, me bizneset të rëndësishme, sepse ka ndikuar javë para. Dhe po të shikoni, më shkruani në inbox çfarë keni pasur probleme. Në privat, në banka, në tatime, në kreditime, dhe do ketë zgjidhje, sepse probleme ka zgjidhje brenda. Kur ka ndodhur fenomeni, apo jeni ndarë nga i dashura juaj, dhe kjo lidhet pastaj edhe me çështjet e tjera që ka të bëjnë me anën tuaj. Tani, para se të fillojmë bashkimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve teleshikues të nderuar, që doni një parashikim dhe jeni të interesuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Vendos sekretaria për të ndihmuar për gjithë çka juve doni, në lidhje me punën, lidhje me ekonominë, lidhje me çështjet që juve ju interesojnë anën tuaj, për gjithë çka dëshironi dhe të dini, shkoni tek sekretaria dhe aty pastaj keni sekretarin, dërgoni emailin tuaj dhe flasim bashkë se si funksionon shërbimi nëpërmjet WhatsAppit. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e ndikimit, e ndryshimit dhe e vendimeve të mëdha, që do thotë shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, meqenëse dashi ka mjaft gjëra për të thënë dhe shumë gjëra për të realizuar. Dashi nga njëra anë funksionon në mënyrën e tij më të mirë të mundshme dhe ka diçka që akoma nuk është koha për të nisur diçka të re, nuk është koha për vendime, për ndryshime, për raste konkrete, se është një moment pune dhe kjo do të thotë ndryshime, lëvizje nga një vend në vend tjetër, nga një çështje financiare, një biznes që mund të keni është ana juaj. Dashi i dhjetëqit të tretë është shumë i favorizuar dhe indikuar në fushën e karrierës. Dhjetëqi i dytë ka të bëjë me udhëtime dhe bisedime të rëndësishme, pra ne duhet pasur shumë kujdes. Dhjetëqi i tretë pak vëmendje në ato çka bëhet, në ato çka kërkohet, sepse mënyra dhe mundësia janë disa gjëra që kërkojnë vëmendje. Nuk është puna se si juve i reagoni ose gjëra që keni bërë për lidhje me punën tuaj, por është një nga momentet më të mira dhe më pozitive të qenë ndonjëherë dhe ndryshimi është në brendësinë e vet, në mundësinë e vet, në kohën tuaj dhe kohën e ardhshme. Martesa dhe fejesa, njohjet dhe bisedimet ka të bëjnë me dash peshore, dash gafore që është ajo dhe zhëja. Nuk e diskutoj, por ka dhe diçka shumë të madhe mbi këtë drejtim. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore dhe mundësitë arta që shkojnë në martesë janë me shigjetar të dhjetëqit të parë, ku është një nga momentet më të mira të mundshme dhe ndryshime që do të vinë. Nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim, sepse është një nga periudhat më ndikuese, më stabilizuese mbi atë çka ndodh, mbi atë çka është, sepse kjo është një periudhë në lidhje me takime, në lidhje me bisedime dhe çështje të rëndësishme që do të keni në anën e punës suaj. Por, megjithatë, edhe pse
jeni pak të ndrydhur, unë do thosha, por nuk është se ka diçka shqetësuese mbi punën aktuale ose mbi disa gjëra që ndryshe mendohen, ndryshe gjykohen dhe jeni pak a shumë në dilemën tuaj, por unë ju them që bëni pak kujdes, mos u shqetësoni në marrje vendimesh të rëndësishme. Ajo që unë ju them është koha, është momenti dhe ndryshimi më i madh që do të keni tani tutje është në anën tuaj dhe mund të vendosni në lidhje me takime, në lidhje me vendime dhe çështjet kryesore të jetës suaj. Dëshirojmë të kishë një tjetër tani, dëshirojmë të kishë një mjaft ndikuese, rrezatuese dhe mundësi të arta. Që do thotë shenja më me fat që do të kemi përsa për kësaj jave, kjo është shenja e demit. Përsa për këtë shenjës së demit, miqtë e mi të kësaj shenje, duke se jeni në rrugtimin më të mirë të mundshëm të jetës suaj, të mundësive që keni, kohës juve ju përket dhe momenti më i mbar që mund t'jeni tani për tani, nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar në lidhje me disa ndryshime të papritura që vinë në fushën e punës suaj, miqtë e mi të dashur. Vinë në mënyrë papritur sepse ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni, por unë do t'ju thosha që nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse është një nga mundësitë dhe modelet më të mira të mundshme në karrierën tuaj. Sepse keni lindur për karrierë, sepse jeni aty ku doni, adhuroni dhe dëshironi. Edhe pse vetvetja juaj, edhe pse juve jeni në kohën më të mirë të mundshme të qenë ndonjëherë, sepse stabilizimi, çështjet konkrete në punë, në karrierë, në ekonomi, gjithashtu, është një kohë që përcakton, është një kohë që rregullon, starton mbi gjërat që dëshironi. Nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar. Nëse juve jeni pro diçkaje ose gjërat që janë më ndikuese dhe rrezatuese në jetën tuaj, është mundësia më e mirë e artë. Dhe stabilizimi është i garantuar. Kjo do thot garanci, kjo do thot rëndësi në atë çka juve keni. Nuk ka vend për të shqetësuar, ka vend për të gëzuar mbi gjërat që dëshironi. Stabilizimi më i madh që ndodh tani tutje është ekonomia. Ajo do të thot mundësi, ajo do të thot rëndësi. E gjithë historia dhe koha që ndodhin fenomenet është momenti i artë. Dhe dituria, rëndësia në gjërat që ju bëni. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj është ajo mënyra e komunikimit, e rrezatimit, sepse rrezatoni në gjërat që doni. Prandaj mos më shqetësoni fare. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë në një farë mënyre ndikohen jashtëmase, por këtu lidhet me momentin që do thosha unë të demit, sepse demi në kontrata është pak i sert, por ka të drejtë në fundi, sepse ndryshe flasin, ndryshe rregullojnë gjëra që ndikojnë, por momenti është më i mirë sepse duke pasur parasysh dem bricap, dem vjegjëresh është aja dhe zheja. Prandaj mos u shqetësoni fare, sepse koha tregon, ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese dhe mundësi të arta që vijnë drejt jush mbi bisedime, takime dhe koha e artë. Duke pasur parasysh me guvernatorin tuaj, që është Mërkuri, shkon në drejtimin e duhur. Dhe kjo do thot binjakët, binjakët të dashur, me qenë se kjo periudhë është një nga periudhat më ndikuese, më rrezatuese mbi jetën, mbi ndryshimet, mbi vendimet dhe mundësitë e arta që vinë. Është koha që juve të nisni diçka të re, është koha që juve të shikoni çfarë do të bëni mbi arsyen e momentit të kohës të ekonomike, financiare, biznesi dhe karriere. Një nga ndryshimet më të mëdha, një nga fuqitë më të forta që keni në fushën e karrierës suaj, janë ndryshimet, janë takimet dhe bisedimet,
dhe mundësia e artë e që ndonjëherë tani për tutje. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për 1000 arsye që keni pasur dhe çështje problematike juve, por kjo periudhë është e juaja dhe ju përket juve. Kurse në çështjet që lidhen me disa ndryshime, udhëtime për shembull, binjakët e 10 ditë që të parë kanë një mundësi shumë të mirë për udhëtime. 10 ditë që dytë do shikoj disa në lidhje me çështje ekonomike, tatime, gjëra të mbartura nga e kaluara, është mundësi shumë e mirë tani për ta rregulluar. Kurse 10 ditë që tretë, të gëzoheni se ju takon drejt ta haj. Keni çështje pune, karriere, vendime, ndryshime, jeni lodhur shumë, por s'keni parë asgjë. Erdhi momenti tani që juve të jeni në atë që kërkoni, në atë që doni, dhe është periudha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm për zgjidhur problemet që ju e keni pasur. Në çështjet shpirtërore, lidhjet afatgjatë, që do thot me peshk të ditë të parë, me akrep të ditë të tretë, është perfektja, sepse është një nga mundësitë më të arta të qena ndonjëherë mbi ndryshimet ose mbi atë që neve themi për një mirë arsye të komunikimit dhe të bisedimeve që do të keni tani tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në këtë drejtim, sepse një nga mundësitë më të arta ose disa çështje që vërtet keni pasur probleme, ndryshe e kishit menduar, ndryshe e kishit gjykuar, por unë do thosha që tani për tani është një nga momentet më të mira, më të arta të qenë ndonjëherë mbi zhvillimet, ndryshimet, takimet që bëhen, për takimet më tepër sepse juve edhe pse ndryshoni shumë gjëra në anën tuaj, por vjen një moment që periudha ku keni edhe mundësinë që juve jeni, është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Dhe kjo do thot në dashuri ka të bëjnë shumë dhe lidhjet afatgjat në shigjetar me Virgjeresh dhe peshk të ditë që të dy, është koha juaj, është momenti më i artë i qenë ndonjëherë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft kërkuese, rrezatuese, sepse ka të bëjnë me takimin e punës, ka të bëjnë dhe me disa bisedime shumë të rëndësishme, kjo do thot shenja e gaforeve. Për sa përket gaforeve, meqenëse gaforet duket se në këtë periudhë kanë qenë dhe mbeten në kohën e tyre më të mirë të mundshme, por dhe një kohë e përshtatshme që do të ketë në lidhje me ekonominë, ka do të ketë dhe në lidhje me disa ndryshime të papritura, por këto janë në kohën e duhur për gjërat që do të bëni, gjërat që do të keni në fushën e karrierës suaj, por gjithmonë gaforet janë një hap para sa çfarë ndodh. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për një mijë arsye, sepse është periudha, është momenti më i mirë i mundshëm i artë në atë çka bëni, në atë çka doni dhe doni të realizoni. Mundësitë më të mira në fushën e karrierës së ditës së parë ka të bëjnë me takime dhe bisedime shumë të rëndësishme për sa përket kësaj jave, se kemi gëzime shumë të mëdha, duke pasur parasysh Mërkuri që nga retrograd në rrugën e duhur, nga ndryshime që ka të bëjnë ose mundësi që ka pasur probleme të mbartura, se kjo nuk është se këto vinë në një farë mënyre në kohën e papritur ose gjëra të ndryshme që mund të keni, po është momenti, është periudha më mirë e mundshme mbi takime dhe bisedime të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të ditës së parë, me ujor të ditës së tretë, është perfektja. Do shkojmë tek ndikimi tani, do shkojmë tek mënyra dhe mundësia e dashurisë tek gaforet, sepse gaforet kanë pasur probleme, kanë pasur kora shumë të rëndësishme, po vjen një moment tani që ndryshe gjykojnë, ndryshe vendosin, ndryshe mundsohen, por unë do t'i thosha që kjo periudhë tani është një nga periudhat më të arta, më pozitive të qenë ndonjëherë, sepse edhe kjo periudhë, edhe momenti është në anën e vetë dhe keni dhe mundësinë për zgjidhur çështje problematike, sidomos me dash, me akrep dhe me ujor të ditës së parë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe pozitive që ka të bëjnë me çështjet madhore, çështjet me ekonominë dhe stabilizimin e vet, sepse është një periudhë ku kërkon vëmendje, kërkon kujdes, sepse dielli në shenjën e tyre, mënyra dhe mundësia në komunikime, që këta janë luanët.
Për sa i përket luanëve, luanët duket se kanë diçka shumë të rëndësishme në lidhje me punën, në lidhje me kohën e duhur, sepse kanë bëjnë edhe me disa ndryshime të mëdha, por këto janë në një farë mënyre ndikuese, por nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar mbi ato ndryshime që vinë, mbi ato takime që do të keni, takime momentale të thoshon, po janë shumë të mira për vlerat që ata kanë, sepse është një nga momentet më të mira të mundshme, është një periudhë shumë pozitive dhe ideale për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për bërë zgjedhjen e duhur në vazhdimsi, sepse luanët nga data 24, jo vetëm kaq, por 24 edhe deri në fund të muajit, ku kanë ndryshime shumë të mëdha, kanë ndryshime fantastike mbi ato ekonomike dhe stabilizimit financiar, çështjet që lidhen me punën, ekonominë, dashurinë, marrë vendime të rëndësishme, jeni ju pra janë të tjerët. Kë nuk e diskutojmë, nuk e vend dyshim unë, por është një moment mjaft i mirë tani. Që është njëra nga momentet më fitimprurëse, më ndikuese mbi gjërat që bëhen. Çdo lloj çështje që ka të bëjnë me ekonominë, çdo lloj çështje që ka të bëjnë me vazhdimsinë dhe korrektësinë. Jeni shumë korrekt për që në këtë kohë. Jeni shumë përpara për që në këtë kohë. Marrje vendime të rëndësishme financiare ekonomike, një nga momentet më të mira dhe ndryshimet të mëdha që vijnë drejt informacioneve të duhura. Por gjithashtu është koha më e mirë e mundshme, sepse ekonomia ka të bëjë shumë. Ndryshimi më i madh që ka të bëjë. Dhe është dhe ana e pozitive dhe realia në ekonomi, realia në atë që bëhet, dashuri dhe marrje vendime të rëndësishme. Nisni gjërat që juve doni të bëni. Është një nga kohrat më të arta, më pozitivet dhe më ndikueset në jetën tuaj. Keni pasur shumë gjëra në jetë. Do thoni juve, po pse? Tani unë nuk i kam. Luan të dashur, juve i keni dhe jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme. Prandaj stabilizoni gjërat tani. Është koha juaj, është momenti më i ardhur, do thosha unë. Nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim, sepse edhe periudha që ndodhi fenomenet është një nga mundësitë më të arta. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe dishit parë, shqyrtarët dhe dishit tretë është perfektja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që për hadër, për hudër, mundësi, vazhdimsi dhe kohën e kanë përpara, sepse lidhen edhe me ekonominë, por lidhen edhe me ndryshimin më të madh të ndodhur ndonjëherë mbi atë që ndodh dhe atë që juve kërkoni në anën tuaj. Që kjo e ka emrin Virgjëresha. Virgjëresha dashura duket se jemi në kohën e duhur, jemi në momentin më të mirë të qenë ndonjëherë, edhe pse juve keni pasur çështje problematike, keni pasur gjëra të mbartura me kalimin e kohës, do thosha unë, por gjithçka shkon mbar, gjithçka arrihet, fal suksesit dhe garancisë juve jepni në vetvete, është një nga momentet më të mira dhe më të arta të qenë ndonjëherë, sepse stabilizimi, puna, karriera, juve ju ndihmon jashtëmase. Sepse keni mundësinë e punës, keni mundësinë e ndryshimit madh, keni gjëra të tjera që do të diktojnë në anën tuaj, sepse fuqizoheni, mundësoheni dhe jepet një periudhë shumë e mirë pozitive. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe dishit parë, ujortë dhe dishit tretë dhe kohën e duhur për anën tjetër. Nuk ka vend për të shqetësuar, ka vend për të gëzuar. Është shumë e rëndësishme ajo që ndodh. Është shumë e rëndësishme për kohën, për momentin, gjërat momentale që juve keni. Por mos u shqetësoni. Është një moment mjaft i mirë tani. Do më kujtoni, sepse lidhjet afatgjat, puna dhe karriera ndihmon në gjëra të mëdha. Është një pozicionim planetar që juve ju jep mundësinë dhe kohën e vazhdimësisë. Se jeni shumë korrekt me atë çka bëni. Jeni shumë korrekt me atë çka jeni. Por megjithatë, disa gjëra do të lidhen direkt nga ana juaj. Dhe është një periudhë që do ndikoheni në ekonomi. Dhe është një mundësi e artë
është një kohë, një periudhë fantastike për të bërë zgjedhjen e duhur në kohën e duhur. Tjerët e të flasin, juve esni përpara. Të tjerë mund të thonë shumë për virgjëreshat, sepse virgjëreshat nuk bëjnë këtë, nuk bëjnë atë, virgjëreshat kanë probleme, virgjëreshat nuk janë të rregullt, po, nuk janë, jo. Shumë gjëra sepse nuk ju pëlqejnë. Por juve keni zgjuarsinë, maturinë dhe dëshurinë. Janë 3 gjëra kryesore. Është një moment mjaft i mirë tani. Stabilizoheni dhe arrini majat. Një periudhë që ndikon në fushën ekonomike financiare, në fushat të ndryshme që mund keni në vazhdimsinë, në kohën e duhur, lidhje me ndryshimin që do vi, është një nga momentet më të mira të mundshme që janë ndonjëherë tani e tutje. Keni dhe momentet e arta, se lidhet ekonomia, lidhet vazhdimësia, korrektësia, i keni, dhe kjo është një periudhë që do t'ju gëzoj pa mas në fushën e jetës suaj të çështjeve të punës dhe rolin drejtues. Në çështje shpirtërore nuk ka bëj qefin, jeni pak fajtore këtu, fajtor me peshk edhe me dem. Nëse e zgjidhni një problem të tillë, atëherë gëzimi është shumë i madh edhe për mua. Kur të javë të mërkurë të premte, bëni diçka, se do ta kërkoni me qiri s'keni për ta gjetur, jo për një gjë. Sepse jeni shumë pozitiv, jeni shumë njerëz me zemër të madhe, por të tjerët ju prishin punë. Prandaj keni kujdes në këtë aspekt. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe shumë pozitive në ekonomi dhe në çështjet ligjore, që kjo e ka emrin peshore. Peshora të dashura, duket se ka ardhur koha, ka ardhur momenti që juve të ndihni rrugtimin tuaj në pozicionin e planeteve, sepse ka diçka shumë të madhe në këtë aspekt, dhe është një nga momentet më të mira të jetës dhe përditësisë tuaj, se ndryshe unë mendoj, ndryshe gjykoj, por meqenëse jeni shumë përpara për që në këtë kohë, dhe kjo është një nga ndryshimet më të mëdha që vijnë drejt jush, edhe kjo do të thotë që vërtet jeni me fat, vërtet i keni mundësitë, edhe periudhën e duhur mund të nisni gjëra të mëdha, dhe është një nga momentet më të mira të mundshme të qenë ndonjëherë, sepse keni kohën, keni mundësinë dhe periudhën e duhur mbi atë çka ndryshon, mbi atë çka juve keni në jetën tuaj, në përditësinë tuaj. Kurse në çështjet që kanë bëjnë me biznesin se është një diçka tjetër kjo, lidhet shumë karriera, sepse lidhet me karrierën e keni juve, edhe sido që të vinë gjëra, peshorja është shumë pozitive edhe në ekonomi, por edhe në vendimet që merr. Por megjithatë, ka të bëjë shumë me punën, ka të bëjë shumë me çështjet e brendshme më tepër, sepse kjo ka të bëjë edhe me biznesin, sepse ka lidhje shumë me biznesin. Është një çështje shumë e mirë sepse prisni diçka shumë të re juve të kësaj shenje, por megjithatë peshorët janë në anën e tyre më të mirë të historisë, ku gjëra do jenë shumë pozitive në ekonomi, por edhe një udhëtim të largët e kanë. Por mirë është të rishikoni disa çështje të lëna pezull, sepse koha ka treguar që juve e keni vërtet mundësinë, por sa jeni gati të përgjigjeni gjërave të çështjeve të punës, lidhje me ekonominë, sepse gjërat janë prapë ndryshe nga që prisni, por gjithsesi, atë që mund të them është që lidhjet afatgjatë, që lidhen me ekonominë, punën, dashurinë, marrëvendime të rëndësishme është ajo dhe zheja, por gjithsesi nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në këtë drejtim, se do të thotë me lidhje me dashurinë, do të thotë me gaforet e edicionit parë, ujorët e edicionit tretë është perfektja, edhe pse pak problem. Tani në këtë periudhë është momenti i duhur për zgjidhur çështjet e pasjellshme, sidomos pak vëmendje me dem. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft kërkuese, mjaft ndikuese, dhe është momenti dhe mundësia, është marrje vendime të rëndësishme, sepse kohën e dur, momentin e dur bën gjithçka, jeni mjaft të ndikuar, duan apo s'duan të tjerët, mundësia që juve ju jepet, por jeni pak në dilemë për disa çështje pasuri paluçme juve. Keni bërë zmetin, pse më mërziteni, mos më mërzisni fare, se është një kohë
fantastike me gërmashtypje. Po më thoshte për këtë javë, kush do jenë shenjat më të mira, se nuk rendis shenja, ju e dini, edhe nuk i besoj unë renditjeve. Unë i besoj këndeve që bëjnë planetet. Planetet na udhëzojnë mbi shenjat, jo shenjat planetet. Apo karte bigjozit dashi. A thua ti se aty ka gjitha, janë lafologjie, kuptohet. Aty janë planetet, brenda të letat, po ta grisësh letën, dalin planetet, kupton? Është diçka që s'ka lidhje fare. Por gjithsesi. Do të thotë shenja e ndikimit dhe e favorizimeve të mëdha, që janë akripët, për sa përket shenjës së akrepëve, akrepët duket se tani në këtë periudhë, mund themi me bindje të plot që koha është mjaft entuziaste, koha është mjaft e mirë për zgjidhje të problematikave, për zgjidhje të gjërave të periudhës ku ndodhin fenomenet, dhe një nga momentet më të arta që keni është puna, është karriera, është ajo çka dua, ajo çka unë realizoj, startoj, stabilizoj. Dhe gjithçka mund të ndodhi mbi takimet dhe bisedimet, mbi karrierën dhe ndryshimet, mbi atë çka jam dhe ku do të shkoj. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim, për një mijë arsye, sepse jeni shumë përpara që në këtë kohë, është një moment mjaft i mirë për ju që është akrepit, sepse jeni mërzitur në këtë fundit, për na ju thash në fillim unë. Por jeni zemërgjeri, o çka keni? Po të thot Jorgo, ta garantoj një rrugë milion %. Hiç mos u mërzisni. Vjen momenti e kërkon qielli gjën tokë. Ata e kërkojnë me këmbë, jo me mendje. Sepse do të dinë çfarë ti bën. Nëse ti je shumë lart, edhe të kesh probleme dhe nuk i shfaq, për ata je vetë Zoti dhe nuk mund të ndërhyjnë. Kur ata kuptojnë se ti je në gjendje shumë të vështirë dhe bisedon për çështjen tënde, atëherë më mirë bëje me këmbë rrugën. Nga Tirana në Vlorë në këtë vap, s'ka taksi, se është marrëvesh. Çfarë flasim brenda i lëm brenda. Çfarë kemi brenda në shpirtin tonë, kemi në shpirtin tonë. Sepse tjetrit i bën qefin, pra ai në thonjza që kërkon shumë informacion nga ti. Kujdes. Unë ju them bëni si do e barazëmës tuaj. Në çështje që lidhen me dhe di që pare ka që më problem të, prandaj keni kujdes në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gaforet e edishit parë, me dashët e edishit tre, me dashët e edishit tetë është paka shumë kjo mënyra dhe mundësia që gjërat vijnë, po megjithatë është një periudhë e mirë, është një periudhë që kërkon pak vëmendje, por janë kalimtare, nuk është diçka shqetësuese. Në çështjet shpirtërore, bashkim familjar është me ujor dhe me gafore të 10 ditësh parë është një mundësi shumë e artë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që reputacioni është në maksimum, mundësit janë të mëdha, disa problematika të vogla jeni duke i kaluar, por me që se futet me Mërkuri nga retrograda në rrugën e drejtë, Jupiteri jep recital në gjëra që doni të bëni, pse të më mërziteni por është kalimtare. Do gjendet zgjidhja dhe zgjidhja është pikërisht tani. Zgjidhja është në favor dhe jo disfavor. Që kjo do thotë të shenjës së mënyrës e mundësisë, kohës dhe ditorisë që janë shqiptarët. Shqiptarët dashur, duket se ka ardhur koha momenti për përzgjedhjen e duhur në gjërat që do doni të bëni, në kohën që ju keni, në momentin e duhur, sepse shumë gjëra ndikojnë, shumë gjëra arrihen për mundësirat që ju keni, sepse një nga momentet dhe periudha më e mirë e mundshme që është tani, nuk e diskutojmë, nuk e vend dyshim, sepse për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës lidhet shumë kjo, por është një moment, është një periudhë shumë e mirë, sado delikate duket. Sado që duket problematike që nuk ka zgjidhje. Kur ka zgjidhje që çka me të, do gjendet mënyra dhe mundësia. Nuk ka vend për të shqetësuar. Prandaj bini pas gjërave se do t'i arrisni qëllimin. Këtë ditë ju them unë nuk është puna se çfarë u bë, u bënami, asgjë s'bëhet. Por është koha, është ajo çka duhet të arrijë, çka dua unë të bëj. Dhe një nga mundësitë më të mira, të arta që kanë bëjnë, është një moment shumë i artë dhe pozitiv. Keni kohën, keni momentin dhe ndryshimin e taktit që juve keni në anën tuaj.
mundësit që keni të bëni, periudha është mjaftë ndikuese, mjaftë rrezatuese, dhe kjo periudha është periudha më e mirë e mundshme. Dhe është siguria, është ajo që ka doni të bëni. Se ju se nuk ja dilni, por është nga momentet e stabilizimit e gjërave konkrete. Dhe momenti është juaj, sepse është një periudha më të arta. Besoni. Është momenti juaj, është ajo që unë e kërkoj me sistem dhe e gjej me lehtësi. Se ndihmesat nga njerëz të rëndësishëm. Do t'ju ndihmoj për të bërë zgjedhjen e duhur në ato që juve kërkoni dhe stabilizoni me vetveten tuaj. Kurse në çështjet shpirtërore, sa do të tretët flasin, sa do të tretët ju marrin qafën thonjza. Juve bëni atë që dini të bëni mirë. Ju morën qafë ose ju gënjyen, faleminderit. Ju morën me pa drejt disa gjëra, faleminderit. Dhe me qetësi. Do vi një moment ku do të rrokasë sepse do digjen kaq shumë se nuk do gjejnë freski. Dhe të thonë ku kam hyrë në hak X-it. Dhe veten trokasin, kërkoj ndjes. E kam bërë, thot. Kur nuk e kërkon të vjen vetë, thaj. Po këta janë pjesë e diçka tjetër. Nuk është e jotja, e imja. Sepse në këtë botë nuk erdhëm se duhet të ishim ardhur, por ka një mision. Kush është misioni? Që ti të kryesh, që është i rregullt, mos bësh keq, dhe ti jesh i denj për atë ardhme që do të shkosh. Atëherë, pse të bësh keq? Pra janë disa gjëra që pasurimi i një nate barazohet me milisekonda. Pasuria gradualisht dhe djersa të kullon është ndërshekuj dhe kur nuk harron me firmë, me vull i rrokulla. Ndryshimet dhe vendimet të tjera që do të kenë në fushën e dashurisë, u zgjata pak se shqiptarët e kanë këta, ka të bëjnë me virgjëreshtjen e ediçit të parë, me dashjen e ediçit të tretë, por gjithashtu ka dhe indikim shumë të madh me binjak të ediçit të dytë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që zotoheni, e arrini, forcohet. Që kjo shenjë të jep mundësinë që ti të realizosh planet e tua në kohë të shkurtër. Këta janë britësjapët. Për sa i përket britësjapëve, britësjapët duket se tani për tani, sado që kanë pasur probleme, kanë pasur gjëra të mbartura nga e kaluara, por nuk është se lidhet me disa ndryshime tani për tani, por unë i them që ka diçka të mirë në favorizimin tuaj, ekonomia, stabilizimi, startimi, karriera është një nga mundësitë më të arta që keni ose një ndryshim shumë i madh që do të keni tani tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Sepse është një moment mjaft i mirë, është një kohë shumë e përshtatshme në ekonomi dhe në stabilizime. Në çështjet që lidhen me udhëtimet, ju shesë britësave, e keni mundësinë sepse do zgjidhni një problem shumë të madh të pazgjidhur më përpara. Dhe është një kohë shumë e përshtatshme tani. Të 30 ditë që kanë këtë gjë. Nuk i ndaj, sepse mund thoni juve që Jorgo flet për ediçin e parë, ediçin e tretë nuk flet, ose për ediçin e dytë. Kanë të tre të njëjtët histori dhe gjëra të tjera, por vetëm do keni pak kujdes në lidhje me atë çka juve jeni në kërkim për gjetur diçka dhe nuk e jeni akoma, një mundësi që e vështirë është në plan parë, por është në anën tjetër më të mirë të mundshme, sepse stabilizoni ekonominë, stabilizoni gjërat e juaja dhe është koha juaj dhe momenti më i mirë. Në çështje shpirtërore ka një diçka shumë mirë këtu, sepse lidhet dhe me anën ekonomike financiare, lidhet dhe me biznesin, lidhet dhe me një çështje të lënë pezull dikur, por ky është një nga momentet më të mira tani e tutje, sepse e zgjidhni si problem ekonomiko-financiar, e zgjidhni çështjet ekonomike financiare në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimet e një pasioni që do të keni, dhe është koha juaj, është mundësia dhe momenti i duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në çdo aspekt të jetës suaj. Prandaj është momenti, është koha, është ajo çka un kam dhe dua të arrij. Dhe sa ja arri vallë, shtrohet pyetja. Them se po. Është koha juaj,
është ajo çka dua unë bëj dhe e realizoj. Stabilizimi, startimi, koha, vendimi, ndryshimi. Janë gjëra shumë të mëdha në anën tuaj, janë gjëra shumë të mëdha në lidhje me vendimet të mëdha që do të merrni, dhe kjo është periudha juaj më e mirë mushe. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm të diçit parë, me ujor të diçit të tretë, me ujor, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi zgjidhje të problematikave që do të keni. Por pak vëmendje do të bëni me ujor, sepse me gafore është vetë jeta xhanën, por me ujor që i keni afër, janë afër shenjat, bricap ujori, por me ujorin keni një paqe të gjatë, një paqe që ka stabilizim në të ardhmen, por edhe ka pa kujdes, mos e lini masdore ca gjëra që keni të bëni. Por në çështjet e përgjithshme, duket se është mjaft fantastike. Me gafore është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë është shenja e ujorëve. Për sa përket ujorëve, ujori duket se dhjetëdiçi i parë do merret me çështje pune, karriere, dhjetëdiçi i dytë do merret me biznes, dhjetëdiçi i tretë do merret me udhëtime dhe punë jashtë vendit. Zgjidhni dhe merrni. Këto janë tre hallkat kryesore që kanë bëjë çdo dhjetëdiç. Në dhjetëdiçin e parë që ka të bëjë dhe me një pasojë të paluajtshme. Dhjetëdiçi i dytë do merret me disa udhëtime të shkurtra, por kanë një vlerë të madhe të ardhmen. Kurse dhjetëdiçi i tretë është aja dhe zhëja në çdo aspekt. Po të vini re në këtë drejtim, ka mundësira, ka dhe vazhdimsi, sepse kjo periudhë është e juaja dhe ju përket juve. Nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar. Është gëzimi më i madh, është mundësia më e madhe për të bërë zgjedhjen e duhur në kohën e duhur. Këto momente janë më të arta. Këto janë momentet më të mira, sado që duken të vështira, sado që kanë ato të tyren, por jo, është koha juaj. Është startimi, stabilizimi, vendime që merrni, e kështu me radhë. Prandaj mos u shqetësoni, qetësohuni dhe arrini majat në ato që doni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gaforet e dhjetëdiçit parë, me dëm të dhjetëdiçit tretë, që është perfektja, por gjithashtu ka të bëjnë dhe me gafore. Me gafore është pak a shumë ajo mënyra se si gjërat vinë, mënyra se juve i kompletoni gjërat e juaja, keni ato çka juve doni dhe stabilizimi është i sigurt për gjërat që keni. Dhe është momenti, është ajo që unë kërkoj dhe ideoj për ato që do të bëj, dhe është një mundësi shumë e mirë për të stabilizuar punën, karrierën dhe metodën dhe ndryshimet e mëdha që vijnë. Sepse kjo është periudha, është ajo që unë e jetoj, që unë kërkoj për punën, për karrierën, dhe ndryshimet e mëdha që vijnë drejt juve. Por megjithatë, edhe pse juve jeni në dilemë çfarë do të bëni në punën tuaj, por një kontratë është mjaft e rëndësishme për tu rregulluar, dhe kështu që ka një kuptim kjo mes asaj të bërit dhe të realizuarit, ose disa gjëra që keni pasur probleme në të kaluarën, dhe kjo nuk është ajo që juve keni pasur, ose do t'i ndryshonin me kalimin e kohës, por gjithsesi është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitive në ndryshimet të mëdha që keni. Mbi çështje që kanë bëjnë me dashurinë e munguar, kjo do thotë me luanët e dhjetëdiçit parë, me gaforet e dhjetëdiçit tretë që është perfektja, pse jo me akrep, një shenjë ajër me akrep. Është aja dhe zhëja, kjo është e diskutueshme, ka diçka që nuk themi nuk bëhet, nuk themi lihet pas dore, nuk ka vend të shqetësuar këtu, por është një kohë shumë e përshtatshme e tepër ideale në vazhdimsi. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft kërkuese, rrezatuese dhe mundësi të arta. Kjo do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket peshqive, peshqit duket se tani në këtë periudhë kanë disa ndryshime shumë të mëdha në lidhje me punën e tyre, në lidhje me disa ndryshime të mëdha që kanë të bëjnë në lidhje me biznesin shumë, sepse biznesin kanë të sigurt këta. Peshqit kanë të dhjetëdiçit parë, kanë mundësinë dhe kohën për nisur një biznes shumë të rëndësishëm në vendimet që marrin. Kurse në anën tjetër kanë të bëjnë me binjak të dhjetëdiçit të dytë.
është një moment shumë i mirë dhe starton ato që bën, është një mundësi shumë e mirë për stabilizuar dhe kërkuar gjërat e tjera. Por megjithatë, është një mundësi shumë e mirë për sa i përket punës dhe detyrimeve që mund të keni. Është koha juaj e startimeve ekonomike, një moment shumë i mirë, një gëzim shumë i madh familje do të keni ju, po. Kjo është ajo që ne kërkojmë gjithmonë, është mundësi dhe start për të ardhmen. Çështja që lidhet me dashurinë dhe gjërat që mungojnë, është mundësia e mirë tani. Koha e artë në vendimet që do të merrni, dhe kjo është periudha juaj më e artë që do të ishte ndonjëherë. Sepse është korrektësia, është dhe mundësia që juve gëzoheni dhe vjen momenti juaj më i mirë i mundshëm. Prandaj nuk ka vend të shqetësuar këtu, po për të gëzuar në këtë drejtim. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjat që kanë të bëjnë shumë me disa ndryshime, do të thotë me virgjëresht të 10 ditë të parë, do të thotë me shigjetarët e 10 ditë të tretë. Me shigjetarët e 10 ditë të tretë është një periudhë që e prisni me pa durim, edhe kjo është realizueshme për sa përket peshqeve, sepse kanë pasur problem pak më përpara me shigjetarët sepse grinden. Para disa shekujve, thoja unë, që kanë pasur të njëjtin guvernator, Jupiterin ka pasur ndikimin e peshqit, por meqenëse kanë pasur ndikimin e madh lidhje me atë çka jam, çka dua, edhe kanë rregulluar stabilizimin dhe startuar në atë që dojnë, që kërkojnë, edhe është momenti më i mirë i mundshëm. Por në dashuri ka të bëjnë shumë me lidhje me shigjetarët dhe me binjakët, që mund të kenë një ndikim shumë të madh. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj jave, kaq të rëndësishme nga data 20 deri më datën 26 korrik të 2026-s. Por para se të ndajmë bashkë, unë rikujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashikrim të detajuar. Atëherë kemi pikërisht të butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhe në sekretari dhe flasim bashkë nëpërmjet WhatsApp-it. Nga Unë Ropulla, më të mirë një oraj.